Parku natyror Syri i Kaltër vazhdon të tërheqë vëmendjen e vizitorëve të huaj fal bukurive të jashtëzakonshme natyrore dhe ujrave të kristalt, që e bëjnë këtë vend një destinacion unik turistik. Çdo vit turma vizitorësh vijnë për të shijuar peizazhet e paprekura, për të bërë foto dhe për të kaluar kohë në natyrë, duke e kthyer Syrinë e Kaltër në një prej atraksioneve më të preferuara të jugut të Shqipërisë. Për turistët kjo vizitë nuk është vetëm një eksperiencë e bukur vizuale, por edhe një mundësi për të njohur ambientin natyror dhe biodiversitetin e zonës. Vizita jo në Syrinë e Kaltër ka qenë një përvojë e paharrueshme. Përveç bukurive natyrore, na ka impresionuar mikpritja e banorëve dhe organizimi i shërbimeve për vizitorët. Ndjejmë se çdo gjë është e menduar për t'i bërë turistët të ndihen komod dhe të shijojnë çdo moment në këtë park. Jemi të mahnitur nga bukuria e këtij vendi. Ujërat e kristalt dhe peizazhet e paprekura natyrore na kanë lënë pa fjalë. Atmosfera këtu është shumë qetësuese dhe çdo moment që kalojmë në park është një eksperiencë unike. Ecuria pozitive e turizmit në këtë zonë reflektohet edhe tek bizneset lokale, të cilat tashmë ofrojnë një gamë të gjerë shërbimesh për vizitorët, duke filluar nga gatime tradicionale deri tek akomodimi i tyre. Sezoni turistik duhet të thënë që ka qenë në përgjithësi në vija të mira, domethënë njerëz ka pasur, lëvizja ka qenë e vazhdueshme, domethënë që nga fillimi i marsit e këtej ka pasur njerëz gjithmonë në rritje, gjithmonë në vazhdim në rritje. Bizneset kanë punuar, domethënë me ata njerëz që frekuentoheshin këtu, do të thotë që çdo vit ka pasur na pak rritje. Jemi përgjigjur njerëzve që kanë ardhur këtu, gjithmonë në rritje, kemi munduar të jemi në standardet që mund të kërkoj ose që mund të ofrojmë, përpiqemi për më të mirën. Janë shtuar kabinat ose dhomat për njerëzit që janë këtu, të cilat janë frekuentuar vazhdimisht, domethënë tregojnë që njerëzit duan edhe të qëndrojnë më shumë, domethënë se disa orë. Tani aktivitetet, po flasim gjithmonë për në liqen, që ka disa aktivitete me këto varkat, kanoet, njerëzit vazhdimisht i kanë frekuentuar, ecja në natyrë, janë disa kalime ose shtigje që i thonë, që njerëzit gjithmonë i kanë kalojnë dhe andeja për të shijuar natyrën akoma më shumë. Ky zhvillim i turizmit jo vetëm që fuqizon ekonominë lokale, por edhe promovon bukuritë natyrore të zonës, duke e bërë Syrinë e Kaltër një destinacion të preferuar për vizitorët vendas dhe të huaj.